Monitorimi i seancave gjyqësore nga shoqëria civile është një mekanizëm thelbësor për sigurimin e transparencës, llogaridhënies dhe integritetit të sistemit të drejtësisë. Ky rol bëhet edhe më i rëndësishëm kur në procedura gjyqësore janë të përfshira palë nga komunitetet jo shumicë. Në këtë drejtim, IKD ka monitoruar sistematikisht seanca gjyqësore të zhvilluara në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe në Gjykatën Themelore në Prishtinë Dega në Graçanicë. Gjatë një periudhe disa mujore janë monitoruar gjithsej 226 seanca gjyqësore në kuadër të gjykimeve që përfshin persona të komunitetit serb. Në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë janë monitoruar gjithsej 97 seanca në çështje penale, nga të cilat rreth 17% e numrit të përgjithshëm të rasteve të monitoruara janë shtyrë. Analiza e arsyeve të shtyrjes tregon se shkaku më i zakonshëm në shumicën dërmuese të rasteve ka qenë mungesa ose vonesa në përkthimin e shkresave të lëndës. Ndërsa raste tjera të shtyra janë shkaktuar për shkak të mungesës së avokatëve mbrojtës dhe mungesës së palëve të dëmtuara. Në Degën në Graçanicë janë monitoruar gjithsej 129 seanca gjyqësore, prej të cilave afërsisht 14% të numrit të përgjithshëm të seancave të monitoruara janë shtyrë. Seancat e shtyra janë regjistruar në çështje penale dhe çështje civile. Në procedurat penale, arsyeja më e shpeshtë e shtyrjes ishte dorëzimi i pasaktë i ftesave për palët. Ndërsa arsyet të tjera përfshin vonesën e prokurorisë në dorëzimin e dosjes së lëndës apo mungesën e të akuzuarve. Në çështje civile arsyet për shtyrje ishin më të ndryshme, ku përfshihen mungesa e përkthyesit, mungesa e ekspertit, apo edhe mungesa e shkresave të lëndës, përkatësisht provave. Ndërsa një problematik më e shpeshtë ka qenë ndërlidhur me probleme të ndryshme sa i përket ekspertizave. Përmes monitorimit të seancave gjyqësore, ndër të tjera, ndihmohet në identifikimin e praktikave të ndryshme, shkeljeve eventuale dhe pengesave gjyqësore apo procedurale që mund të ndikojnë në qasje në drejtësi për qytetarët e Kosovës, e në veçanti komunitetet jo shumicë. Për më tepër, prania e monitoruesve kontribuan në rritjen e besimit të publikut ndaj institucioneve gjyqësore dhe promovon një sistem më gjithëpërfshirës të drejtësisë në Kosovë.